Kapiteneria e portit detar të Vlorës, për shkak të kohës së keqe dhe detit me dallg, ka pezulluar lundrimin për 24 orët e ardhshme. Sipas njoftimit të kapitenerisë në Vlorë, duke filluar prej orës 10 të mëngjesit të kësaj të marte e deri në orën 6 të mëngjesit të së mërkurës, do të ketë pezullim të lundrimit. Mjetet e vogla lundruese dhe ato të peshkimit nuk do të lejohen të lundrojnë brenda apo jashtë gjirit të Vlorës. Pezullimi i lundrimit është shkaktuar nga era e fortë bregdetare që ka prekur qytetin. Erërat e forta me shpejtësi në jug-juglindje, të cilat arrin në shpejtësinë 10-15 metër për sekond, kanë bërë që në gjit dallgët të shkojnë deri në 1 metër lartësi dhe jashtë gjiri deri në 1.5 metër lartësi, duke e bërë të pamundur lundrimin e këtyre mjeteve. Sipas kapitenerisë së Vlorës, trageti i linjës me prindesin do të vijojë lundrimet në normalitet të plot, pasi ky traget përballon një forcë deti më të madhe se kaq. Ndërkohë, për të shmangur të papriturat në Bregdet dhe dëmet materiale, kapiteneria i ka bërë thirrje drejtuesve të mjeteve lundruese dhe atyre të peshkimit të sigurojnë mjetet në Bregdet dhe të mos dalin për lundrim, pasi koha e keqe rrezikon edhe jetën e tyre. Administratorët kanë nisur që të sigurojnë varkat e peshkimit në Bregdet për të shmangur përplasjen e tyre me kalatat e portit. Sipas njoftimit, kushtet hidrometeorologjike pritet të përmirësohen pas orës 6 të mëngjesit të ditës së mërkurë.